keni këtu. Po. Nuk është me kompaninë Gjoka, e cila ka bërë punimet. Që ta sqarojmë. Gjoka u fut në Gjoka u fut bëri tenderin në fillim, po, herën e parë. Pastaj e larguan Gjokën. U pezullua tenderi. U pezullua. Po ndërtimet ndërkaq ishin bërë aty. Ishin bërë ndërtimet. Dhe Gjoka vazhdoi të mbyllte procedurën. Dhe ndërkohë kontrata ishte lidhur me kompaninë turke miq të Edi Ramës. Se këto i ka sjellë Edi Rama, këto nuk i njeh Belinda Balluku, këto i njeh Edi Rama, këta janë njerëz të Edi Ramës, këta janë miq të Edi Ramës. Dhe njoftohet këtu shpallja e kompanisë turke, jo të Gjokës, se duhet ta sqarojmë këtë. Ka shumë rëndësi të sqarohet. Sigurisht. Dhe jo vetëm që njoftohet, me kompaninë turke, por nuk kanë as nën kontraktor. Pra Gjoka Construction nuk është as nën kontraktor në këtë rast. Dhe vetë Neni 126 i nën kontraktorëve pika 2 thotë përqindja e caktuar për nën kontraktim duhet të jetë në përpjestim me vlerën e kontratës dhe nuk duhet të tekalojë 50% të vlerës së përgjithshme të kontratës. Ky ligj pse bëhet? Sepse normalisht kur ti bën një kontratë të tillë, personi që është pjesë e kontratës njofton edhe nën kontraktorin për të ndarë hesapet që çfarë pune do bëjë nën kontraktori, sa do të kushtojë nën kontraktori. Kjo gjë nuk ka ndodhur, sepse normalisht kontraktori me nën kontraktorin duhet kishin bërë një kontratë paraprake, të cilën ta nuk e kanë. Nuk ekziston. Kompania turke mori vetëm shtesën e 50 milionë euroshit, pjesa tjetër shkoi për punime. Që u pagua Gjoka Construction. Jo, tu është paguar vetëm turqit. Gjoka Construction nuk është paguar asnjëherë. Gjokës i ka thënë Belinda me Edi Ramën do të t'i japin turqit ty. Kur të kenë kohë ata? Këta s'kan marrë asnjë lek. Ktu lekët i ka marrë vetëm kompania turke dhe unë ju jap këtu dhe aktin normativ. Ky është në akti normativ i shtimit të 50 milionshit. Po. E zgjodhojmë dot që ta fokusojmë në kamerë? Jo, patjetër. Ja ku është këtu? Ky është akti normativ. Po. Dhe përveç kësaj kemi dhe që u botua pasaj dhe në fletorin zyrtare para se të gënjen ato është e botuar dhe në fletorin zyrtare para se të gënjen dhe këtu tani janë edhe faturat dhe vetë KLSH-ja i kërkon ministrisë që çfarë janë këto 50 milionë euro shtesë. Ja ka bërë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për programin buxhetor, transport rrugor. Dhe KLSH-ja i ka treguar shkeljet që kjo ministri ka bërë, duke i thënë që ky 50 milion për çfarë po bëhet? Kur punimet janë bërë dhe kush po i bën këto punime dhe kush po merr parat? Sepse ti parat i ke njoftuar këtu që ja kalon vetëm kompanisë turke, nuk i ke kaluar ti para një kompani tjetër. Asaj që bëri realisht. Pikërisht, dhe ndërkohë ti çfarë justifikimi ke për këtë 50 milionë eurosh? Dhe përpos kësaj, këtu futet pastaj dhe pse ka shkuar zonja Balluku atje, këtu pastaj është dhe kompania e Viz Berberit, që futet në lojë në momentin e dytë, po, si për garanci të vazhdimësisë punës dhe të ruajtjes së të gjitha proceseve apo çështjeve që mund të kenë, problematikave që mund të kenë rrugës, sepse ata e dinë falemisht se çfarë po bëjnë, e dinë që po vjedhin. Dhe fusin që ishte në konflikt interesi se në atë moment, në atë kohë, kompania e Viz Berberit, ku ishte drejtori RRSH-s. Tani për ta shpjeguar për qytetarët, këto dokumenta kisha merak ti tregoja që këto nuk janë gjëra që nuk dihen kur i kemi ne, ato i kanë firmën e Edi Ramës kur e ka unë, Spako e ka. Mi kalon të kaloj edhe pjesë e regjisë webit. Po patjetër, t'ja kaloni të gjitha. Por për qytetarët që na ndjekin, çfarë ka ndodhur? Edi Rama kishte nisur një projekt i cili për ish vërtet një projekt i nisur në kod Partisë Demokratike. Po. Për tunelin e Llogaras. Fillojnë punimet. Bëhet tenderi. Pezullohet tenderi që të vi një kompani, pasi ishin dispozuar disa para, që të vi një kompani që janë miqtë e Edi Ramës që kërkonin 50 milion euro për interesat e Edi Ramës. Dhe këto 50 milion euro merren nga fondi rezerv i shtetit dhe u kalohen një kompanie turke e cila nuk ka bërë asnjë punim, nuk ka bërë asgjë. Transferta është puro interes politik. Nuk ka të bëjë fare me shtetin shqiptar, nuk ka të bëjë fare me interesin e infrastrukturës.